Po me kreun e BDI-s Ali Ahmeti, çfarë ke që i ke thonë që vro, dëmon ke edhe akuzat rona, keni thonë që ai bashkë ka gisht në vrasjen e komandant Telit. Po, kjo është e vërtet. Kështu më ka thënë shoqja e komandant Telit që është në Tiranë, Rabia, dhe më ka thënë që Sadri Ali Ahmeti ka dorë atje. Një dhe dyta, paqin faqen e zezë Partitë Shqiptare të Maqedonisë, që janë bërë 5 parti në një kohë që një vetëm duhet ishte, një parti e vetme duhet ishte kundër atyre ma gjypëve të Maqedonisë. Po ata janë bërë secili për karriken e tij. Vajte gjithë këto vite ai Ali Ahmeti rrin kryet detyrë kur gjet timore. Çka ke bërë vezne ku që ti do rishërit në aty? Jo më komunistët nuk dorëzojnë pushtet dhe nuk bëjnë zgjedhje. Komunistët po e morën partinë, nuk e lëshojnë më. Këtë bëri Sali Berisha, këtë bëri ai Edi Rama, këtë bëri Fatos Nano, këtë bëjnë. Këta janë, kështu janë komunistët. Kështu. E pse gjithë kjo, domethënë kjo mëri apo kjo inoti e ju të ndaj ushtrisë ligjore të Kosovës? Ndalojmë çik. Asnjëherë s'jam shprehur kundër ushtrisë ligjore të Kosovës. Asnjëherë. Por keni thonë që e ka themelu Farku. Po, Farku është i pari, se mohon do të kush këta. I pari që është krijuar, bërthama e ushtrisë ligjore të Kosovës është Farku, që është krijuar në Tiranë, ka pasur oficera që kanë stërvitur kuadrët të ushtrisë ligjore të Kosovës. Pastaj UÇK-ja ose këta të Partisë Demokratike të Kosovës bën atë që bëri Enveri në 43-44 që mendimin e Dušan Mugoshës dhe Miladin Popovicit eliminoi ballin kombëtar opozitën e vërtet të mirëfillt dhe e mori pushtetin me luftë civile. Të njëjtën gjë kanë bërë dhe këta. Se çka kanë bë? Janë akuzuar për vrasje të krerëve dhe të ushtarëve të LDK-s. Një nga ata është ky si e ka ish ministri i mbrojtjes i ushtrisë ligjore të Kosovës, që e vran Tiranë. Ahmet Krasniqi. E kush akuzohet për atë vrasje? Kur kam dëgjuar atë këngë zotëri, nuk është turp ta them. Unë dhe tani po ta dëgjoj mua më shkrej lotët. Se që një burr shteti, që një burr tamam shqiptar, me të tëra cilësitë e shqiptarit. Kush pretendon ju që e ka vrarë? Shërbimi sekret shqiptar, në bashkëpunim me shërbimin sekret serb, në bashkëpunim dhe me spionët e tyre të PDK-ja. Pse kush do ta vriste? Që avokat janë akuzat rona, za që këtu i merë ti përboz. Unë flas me ato që janë botuar në shtyp dhe në media. Nuk kam qenë aty, kam qenë në emigracion atëre kur bërë vrasja Ahmet Krasniqit. Por di që është vrarë në Tiranë dhe kënga i thotë vranë midis Tiranës thotë kënga. Ai Agim Berisha në mos gabojsh këngëtari që e këndon. Dëgjojeni se që thotë, në midis Tiranës. Pra, kush e vrau në Tiranë atë? Se edhe ngre këta vrisin. As sërbët. E kanë vrarë shqiptarët. Dhe për këtë duhet përgjigjen. Am lërë me ftu se e kemë edhe një musafir sonte që ka qenë ish ushtori Ramosh Haradinaj, edhe ai nuk pajtuhet shumë me ty, me këto që i keni thonë. Unë jam burri dialogut, mirë se të vijë. E ftuj me neve sonte snajperisti Koshorës Musa Smoli me Dar Turqigje. Musë për Roma, faleminderit shumë që erdhe. Masole prap Musën, se njerë kemi debatuar me Musën kështu. Përshëndetje mirë se erdhe. Ta se ulla po, kësa here jo si mikë, se Musa... Jo. Unë kam ikë qardo që të thotë, unë kam vlla. Dëgjom qik mua, me vllanë mund të rrihesh, mund të pritesh, mund të bësh, po aman nuk e shet e tjetri. Dakor të jemi deri këtu? Vllai nuk shitet. Dhe unë këtë nuk e shes. As kjo së më shet mua. Kam garanci për atë punë, se një karakterin. Zotëri, këj vajti në luft për të mos u kthyer më. Që u kthye, ishte kelepir, ishte fati ti. Nuk e kishte caktuar i madhi Zotë që të vdiste në luft. E ka caktuar jetën që të rrojë si njeri dhe të vdes kur të mendoja i lartë. Pra, është vllai im, Musa, nuk është kundërshtari im. Mus, faleminderit shumë që erdhe. Faleminderit që ke orë dhe ti. Emnin nuk po ta thëmë se ke mu edhe me gabu. Zaci Islami. Ani, e gëzafsh. Faleminderit, Sadri, nështë edhe publik kisha mike ku fali, mos përbona i tepërt. Faleminderit për thirrje që më ke bon. Unë i marrë në atë njën teme me dhënë kontributin sa të kam mundësi. Nuk është e thonë si jashtë qëlloj gjithmonë, po me shpirt e me zemër jam për të mirën. Kështu që Çka mendoni për këto akuzat që i bënë ky tha
vëlla jam i mirë e kështu edhe më prezentoj, kanë thonë me batuta vëlla ka të shkon dërzën, ka të kthehet qën. Mas por i kësha thonë ati vëlla, s'po të nevoj me mbërzu hiq. Se ka po shkon mbërzove, po në vujta shumë. Tash nuk i nevoj me më qu hiq. Do më honë nëse ose jemi mirë, ose s'jemi mirë. Po çka mendoni për akuzat që i hedhi drejtuar? Ju e keni pos komandant Ramushin. Unë e kom dëgju, ky është një patriot shqiptar, e di. Me fol për Ramush Haradinin, deshta me thonë mas pore, ka pas ditëlindjen sot. Po. 58. U bëft 100 vjeç. Ramush ta gëzosh ditëlindjen, pavarësisht se kemi kundërshtime bashkë. Po. Jo, Ramushi më se gëzof ditëlindjen nëse ti thu, nëse hedh akuza shka nuk janë me bazë. Unë nuk i marrë me fol për Ramushin, po i marrë me fol për mënyrën që shënjo unë në drejtsin. E du mu shprej pak se më kanë thonë po fol ashpër, po fol po butësh. Ja, s'ka problem, fol shtirë. Unë po du më fol shlirë. Kur nisa për Amerike me luftu, me arë në luft, atë dheu thirë i kushtrim. Kush shëndin vetën shqiptarë, ja sot jakur, mi përgjegja dheu. Do më honë, dejnë atë ku, kur ka thirë atë dheu kushtrim, kanë qenë jeshtë e lirë me luftu për me mbrojt pragun e shtepis, si ka thonë Ibrahim Rogovën atë ku. Do më honë, Ramush Haradini ka qenë luft gorile dhe ju o përcaktu për luft, me vllazën, me familje, me krejt pa a thonë, ka qenë luftetar, një ndër luftetarët më të mirë në Kosovë. Duke pa në shkalu këta tjerë që kanë thonë jetën, po ai kanë thonë vllazët e tij, kanë thonë familja e tij, kanë thonë gjithçka. Ramush Haradini është një ndër luftetarët më të mirë, më të devotshëm që e ka kryer edhe luftën, e ka dorëzuar armën mas mbrëmi me përfundimin e luftës që e kemë marrë suksesin me gjithë Amerikën e me NATO në mështor që janë të rezultatet sot që i kemë. Ramush Haradinin mu më ra prej kosharës, i thash Danllopit, thash Dan, a hina me në ndugazhin se diçka jem ka shë ty e djeg, Junikun jem ka shë ty e djeg ndugazhinin, edhe jem zhdjeg, kum pas fatin, pa u kryj lufta, jem zhdjeg ndugazhinin atisht të Davut Haradini e të Ramushi. Më vjen shumë kesh, pse Ramushi dhe Dauti edhe këta tjetë kanë leju mu bo 60.000 veteran, më vjen shumë kesh për tyne. Do më honë, kjo është akuza jeme, si Musa Smojli, si luftetar, pse më ndodhë kur Ramush Haradinin e kanë tratu... Po, qysh dihesh ti se po të ndërpres kur zonë që ti, a e ke pos komandant Kur Ramushin? kë, komandant për këtë dugazhin ka qenë. Po, do më honë ka Na veç na qëtu. Ka jedh akuzat Ramushi ka qenë komandant i krejt rrafshit dugazhinit. Po të veç ta akuzat rona, thash... Nana, këtu është diçka. Zotëri, Ramushi ka dhënë gjak, ka dhënë 2 vëllezër. Nuk ka veç Ka dhënë gjaku. pasuri sa të duash. Ramushi ka luftuar, nuk e njeri poshtë luftën. Unë Ramushi